Eliasa a.s. I dërguari i Zotit që qëndroi besnik në vitet e prishjes së popullit të tij, në një kohë kur zemrat e njerëzve ishin mbushur me harresë dhe shpirtrat e tyre ishin errësuar nga idhujtaria, Allahu i lartësuar zgjodhi nga mesi i tyre një njerëz të devotshëm, të pastërt, që i ishte përkushtuar vetëm atij, Eliasa, paqja Allahut qoftë mbi të. Ai ishte një prej pejgamberëve të Benu Israilve, i dërguar në tokat e Levantit pas largimit të Eliasit a.s. për të vazhduar rrugën e thirrjes në tauhid dhe për të ringjallur besimin në mesin e një populli që kishte harruar amanetin hyjnor. Eliasa a.s. përmendet në librin e Allahut në 2 vende ku i madhrishmi thot: dhe kujtoj Ismailin, Idrisin dhe Dhulkiflin, që të gjithë ishin nga të duruarit, e i futëm ata në mëshirën tonë, vërtet ata ishin prej të mirëve. Surja Sad 48-49. Dhe në një tjetër vend Allahu thot: edhe Ismailin, Eliasan dhe Dhulkiflin, që të gjithë ishin nga të mirët. Surja Al-An'am 86. Nga këto vargje mësojmë se Eliasa ishte prej të zgjedhurve, prej të drejtëve, prej të duruarve, dhe Allahu i dhuroi mëshirën e tij. Ai nuk është një pejgamber shumë i përmendur në detaje në burimet kuranore, por në traditën islame. Dietarët dhe komentuesit e Kuranit kanë përmbledhur nga transmetimet e besueshme atë që është ruajtur për misionin e tij fisnik. Thuhet nga mufesirinët, komentatorët e Kuranit, se Eliasa a.s. ishte ndjekës i ngushtë i Eliasit a.s. dhe se Allahu e zgjodhi atë pas largimit të Eliasit që të vazhdonte misionin e tij. Ai ishte i njohur për devocion të thellë, për qëndrueshmërinë në besim dhe për një vendosmëri që nuk lëkundej përballë presioneve të popullit të tij, të cilët ishin kthyer në adhurimin e hyut Bal, që kishte një dorë të ngritur, dhe idhujve të shumë që kishin pushtuar qytetet dhe fshatrat e tyre. Eliasa a.s. u ngrit me guxim dhe e thirri popullin e tij në adhurimin e vetëm një Zoti, Allahu, pa i shoqëruar atij asgjë. Ai foli me urtësi dhe dashamirësi, i kujtoi atyre premtimet e Allahut për të devotshmit dhe dënimin e ashpër për ata që nuk pranojnë të pendohen. Por populli i tij ishte kryenëç. Ata i mohuan shenjat, i mohuan fjalët e tij, e fyen dhe e kërcënuan. Megjithatë, Eliasa a.s. nuk u tërhoq. Thuhet se ai ishte edhe udhëheq shtetëror për një periudhë, një pejgamber mbret, që gjykonte mes njerëzve me drejtësi, sipas shpalljes që kishte marrë nga Allahu. Në udhëheqjen e tij për një periudhë të shkurtër, vendi përjetoi një drejtësi dhe paqe të pakrahasueshme. Disa u kthyen në të vërtetën. Shumica e njerëzve vazhduan në rrugën e tyre të shturur. Në traditat islame përmendet se Allahu e sprovonte Eliasan a.s. me vështirësi të mëdha. Ai duronte uri, përndjekje, shpifje, vetmi dhe përçmim. Por asnjëherë nuk ankohej. Ai ngrinte duar drejt qiellit dhe kërkonte ndihmën e Allahut, duke thënë: O Zoti im, ty të përkas, udhëzoj ata, sepse ata nuk dinë, nëse ti do, i mund të kthesh zemrat e tyre. Thuhet në disa transmetime të hershme që ai e mbajti popullin e tij të lidhur me mësimet e Teuratit, për sa kohë ishte gjallë, dhe se ai u përpoq të krijonte një brez të ri të përkushtuar që të mbanin amanetin, pasi ai të mos ishte më ndër ta. Në disa rrëfime nga dietarët klasik islam si Ibn Kathiri, Imam Taberiu dhe të tjerë, përmendet se Eliasa a.s. kishte një dishekull që e trashëgoi në udhëzim, dhe se ai la pas një gjurmë të pastërt në tokë, gjurmë përkushtimi, sinqeriteti dhe sabri. Ai jetoi gjatë në këtë rrugë, ndonse emri i tij nuk është përmendur me rrëfime të gjata, si të disa pejgamberëve të tjerë. Mirë po, përmendja e tij në Kur'an si prej më të mirëve është dëshmi e lavdisë së tij para Allahut dhe e peshës që ai kishte në thirrjen hyjnore. Dhe kur i erdhi momenti i ndarjes nga kjo botë, Allahu i lartësuar ngriti atë me nder. Nuk ka konsensus të prerë nëse ai u mor në qiell si Isa apo u largu me vdekje të zakonshme, por ajo që dihet me siguri është se ai nuk u harrua kurrë nga mëshira e Allahut. Ai do të jetë ndër të dërguarit që do të qëndrojë të nderuar ditën e gjykimit, përballë umetit të tij që e mohoi, dhe ai do të jetë dëshmitar për përpjekjet e tij dhe për fjalën që ai nuk e fshehur, por e përcolli me ndershmëri dhe qëndrueshmëri. Allahu bekoftë Eliasan a.s. dhe e bëf shembull për ata që thrasin në të vërtetën, në kohë të vështira, kur populli është i humbur dhe kur thirrsi duhet të qëndrojë vetëm në errësirën e harresës, si një kandil që nuk shuh. Paqja qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi pasuesit e tij të drejtë dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e pejgamberëve me sinqeritet dhe durim.